janë mbyllur shkollat. Në Kodër Mallkuq, në një nga zonat e shpopulluara të rrethit Krujës, edhe shkolla e Tarinës, por edhe shkolla e Mallkuqit, Kodër Mallkuq ku jemi këtu, është mbyllur. Tani do të shikojmë vetëm se si është kthyer shkolla. Ka ndodhur si pasojë e shpopullimit të Shqipërisë natyrisht. Pra kjo ka qenë një klasë e cila mbajtur fëmijë të vegjël, klasave të ndryshme, ndërkohë që siç e shikoni sot, këto janë pamje të rrënqese. Qëllimi i rilindjes i Partisë Socialiste dhe i Edi Ramës ka qenë për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Duke mbyllur një shkollë, sigurisht që do hapet një burg. Të gjitha banorë këtu, fillimisht i kanë çuar fëmijët nga Mallkuqi në Mazhe të vogël ku ishte një shkollë, po si pasojë e tërmetit, shkolla e Mazhes vogël është prishur me 26 nëntor 2019. Më pas i është dashur t'i lëviznin fëmijët nga Mazhe drejt Bubqit. Kjo ka një kosto, përse i përket lëvizjes me fugona, me makina dhe me mjete, ku fëmijët e vegjël i paguajnë vetë. Pra i kanë hapur 1001 probleme si e si për t'ia nxjerrë jetën shqiptarëve dhe për t'i larguar nga shtëpitë e tyre. Mbyllja e shkollës Mallkuqit është një dëshmi e pastër e shpopullimit të Shqipërisë. Një dëshmi tjetër e shpopullimit të Shqipërisë është edhe kjo ambulancë. Kjo është ambulanca e fshatit Mallkuq që përfshin shumë banorë të zonës për me marrë shërbime shëndetësore. Më thonë tani që është jashtë funksionit dhe këtu nuk vjen asnjë mjek dhe asnjë infermier, sigurisht për bërë ato shërbimet bazë. E gjithë kjo zonë këtu, përveç se shkollës që është mbyllur, përveç se kësaj ambulance e cila nuk është funksionale, nuk ka as linja fugon. Banorët e kësaj zone funksionojnë me motora apo me makinat e tyre personale. Do të shikojmë këtu grafët e kanë puluar. Këtu nuk ka asgjë, domethënë, është gjithçka bosh. Projekti këtyre për të përzënë shqiptarët, për të mos dhënë shërbime shëndetësore, për t'ia nxjerrë jetën njerëzve, për të mbyllur dhe shkollat, sigurisht që është një projekt për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria.